Në Bashkinë e Tiranës ka nisur një valë re shkarkimesh që përfshin emra të njohur dhe figura të lidhura ngushtë me ish-kryebashkiakun Erion Veliaj. Nga brenda institucionit bëhet me dije se Anuela Ristani, aktualisht në rolin e drejtueses së komanduar, ka vijuar pastrimin administrativ duke larguar zyrtar dhe punojës që prej më shumë se një dekade ishin pjesë e strukturave drejtuese dhe mbështetësa. Sipas asaj që raportohet në media, pas largimit të dy zyrtarëve të njohur, Sara Goxha dhe Alban Dukushi, këtë javë janë shkarkuar edhe drejtori protokollit dhe drejtorisha e shërbimeve mbështetëse. Po ashtu janë larguar disa shoferë, sekretarë dhe punojës të administratës, të cilët kishin shërbyer për më shumë se 10 vjet në bashki, shumica prej tyre të konsideruar si pjesë e rrethit të ngushtë të kryebashkiakut Veliaj. Mes të shkarkuarve bie në sy dhe emri asistentes personale të Veliajt, një figurë kyçe dhe e pandashme nga aktivitetet publike të ish-kryebashkiakut gjatë viteve të fundit. Disa nga emrat e të larguar me firmë të kryetares së komanduar janë Rauhela Troci, Klea Feraj, Riza Zoto dhe Redi Kamberi.